Dhomat e specializuara të Kosovës në Hag kanë caktuar datat 10, 11 dhe 14 shtator për mbajtjen e seancave ku do të paraqiten deklaratat përmbyse në procesin gjyqësor ndaj ish-presidentit të Kosovës Hashim Thaçi, si dhe Bashkim Smakajt, Isnik Kilajt, Fadil Fazliut dhe Hajredin Kuçit, të akuzuar për pengim të drejtësisë. Sipas njoftimit të gjykatës, të pandehurit akuzohen se gjatë periudhës prill-nëntor 2023 kanë tentuar të ndikojnë te dëshmitarët e thirrur nga prokuroria në procesin gjyqësor për krime lufte ndaj Hashim Thaçit dhe ish-krerëve të tjerë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Ndaj Hashim Thaçit janë ngritur 3 akuza për tentim të pengimit të personave zyrtar në ushtrimin e detyrës dhe 8 akuza për shkelje të fshehtësisë së procedurës dhe mosbindje ndaj gjykatës. Bashkim Smakaj, Isnik Kilaj dhe Fadil Fazliu përballen secili me nga një akuzë për tentim të pengimit të personave zyrtar dhe një akuzë për mosbindje ndaj gjykatës, ndërsa ndaj Hajredin Kuçit janë ngritur 2 akuza për mosbindje ndaj gjykatës. Të 5 të akuzuarit janë deklaruar të pafajshëm. Procesi ndaj tyre nisi më 27 shkurt, ndërsa prokuroria përfundoi paraqitjen e provave më 13 mars. Ndërkohë më 16 shtator pritet të shpallet afatgjykimi në procesin kryesor ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakub Krasniqit dhe Recep Selimit, të cilët akuzohen për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit të kryera gjatë luftës në Kosovë në vitet 1998 dhe 1999. 4 ish-krerët e UÇK-s akuzohen për vrasje, torturë dhe përndjekje, akuza që ata i kanë mohuar vazhdimisht duke u deklaruar të pafajshëm. Prokuroria ka kërkuar që secili prej tyre të dënohet me nga 45 vite burg. Gjatë procesit gjyqësor, që zgjati rreth 3 vjet, dëshmuan mbi 130 dëshmitar, ndërsa u pranuan edhe 160 deklarata të tjera me shkrim. Të akuzuarit ndodhen në paraburgim në Hag që prej arrestimit të tyre në vitin 2020. Gjykata speciale se pjesë e sistemit gjyqësor të Kosovës funksionon me gjyqtar dhe prokuror ndërkombëtar. Veprimtaria e saj ka qenë objekt debatesh dhe kritikash në Kosovë, ku një pjesë e opinionit publik e konsideron procesin të njëanshëm, pasi nuk trajton edhe krimet e kryera nga forcat serbe gjatë luftës.